Ti je shoku më i mirë që kam takuar në botë. Në shkollën 9-vjeçare Papa Kristo Negovani në Ersek u zhvillua një veprimtari kushtuar ditës ndërkombëtare të fëmijëve me aftësi ndryshe. Nxënësit dhe mësuesit u bashkuan për të sjellë mesazhe pranimi, mbështetjeje dhe përfshirjeje. Fëmijët prezantuan vizatime, punime dhe mesazhe që theksonin rëndësinë e mirësisë dhe mirëkuptimit. Aktiviteti u kthye në një moment reflektimi, u kujtua se çdo fëmijë ka ritmin dhe mënyrën e vet të mësuarit, por të gjithë kanë të njëjtën vlerë. Sot është një ditë e veçantë. Dhe të mos e lëm këtë ditë të jetë thjesht vetëm për datën 3 dhjetor. Të vazhdojmë të gjithë së bashku, të punojmë dhe të kemi përfshirje sa më shumë. Mos ngelet ajo barazia thjesht në letër, por të jetë në çdo klasë dhe në çdo zemër të prindërve, të fëmijëve dhe të mësuesve. Secili prej tyre ka aftësitë e veta, ka talentin e vet, ka ëndrat e veta për të realizuar në jetë. Detyra e shkollës është që këtyre fëmijëve të krijojë të gjitha mundësitë dhe kushtet që ata të ndihen të barabartë dhe të gjithë përfshirë në të gjitha veprimtaritë që zhvillon shkolla. Barazia, respekti dhe dashuria fillojnë këtu, në bangat e shkollës, tek ne. Në fund, ajo çka mbetet nuk janë vetëm notat, por marrëdhëniet që krijuam, dishmëria që zhvilluam dhe miqësia që shpërndam. Ky aktivitet shërbeu për të theksuar faktin se shkolla do të vazhdojë të përcjellë një frym bashkëpunimi, ku secili fëmijë të ndihet i respektuar dhe i vlerësuar.